hapat e kujt po i ndjek, kush është shembulli yt, kush është modeli yt, si kush ti don më u bë. Mëngjes e mbrëmje, me çfarë udhëzimi ushqesh, me çfarë shembull ushqesh, me çfarë rrëfimi ushqesh, me çfarë modele realisht ti shërbesh, me çka? Allahu xhallahu ala dërgoi pejgamber që t'jen shembull praktik dhe konkret të shohim me sy tan. Na mundësoj që të ketë në mesin ton besimtar sinqert, të devotshëm, që të ndjekim rrugën e tyre, të bëhemi sikur sa ata, të garojmë punë të mira gjithmonë, ta kemi shembull njëri tjetrin punë të mira, si një pasqyrë që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta shikojmë në njëri tjetrin vetveten, dhe atje ku kemi mangësi t'i plotësojmë, ndërsa kur e shohim dikën mirë, mos ta xhelozojmë, mos kemi inat, mos kemi urrëtie, por t'i marrim lakmi e të synojmë që të bëhemi sikur ai, që të bëhemi sikur ai në punë të mira, që të bëhemi sikur ai në sukses. E kjo është rruga e dur, që shtu i këthim që shduhet, jo të kthesh ka vllajt me inat, e me xhelozi e me zili, jo kështu, nga se kjo është këthim i huqër dhe i gabuar. Sufjan ibn Uyejne nga dietarët e ershëm, e tha një fjalë madhështore, që dua ta përmbyllim me tek këtë pjesë të kësaj hutbe. Tha Sufjan ibn Uyejne, dietar i madh i ershëm, tha, shumë kisha pas dëshirë që spaku një vjet, në jetën time të jem sikurse Abdullah ibn Mubareku. Abdullah ibn Mubareku, dietar, njëri pasun, dordhënës, bujar, i sinqert, luftari i guximshëm, kudo që lufte puna e ke gjetë. Shikon, nuk e shikonte edhe pse kishte të gjeneratës, edhe pse kishte një falloj konkurenti, nuk e shikonte me xhelozi, lakmonte që spaku një vjet me qenë si ai. Edhe pse ishte konkurent, e kishte shembull, e kishte model, e kishte që të bëhe sikur saj, e lavdronte dhe ishte i kthyer si duhet, për këtë arsye dhe kështu reagante. Tha, por fatkeqësia është se nuk kam mundësi të jem si ai as 3 ditë. Vështirë me qenë sikur se Ibn Mubareku. Andaj kur kemi shembull jetën tonë të tillë që me të vërtetë lakmojmë të jenë sikur sa ata, i kemi syt ka ata, dojmë me qenë sikur sa ata, jemi të kthyer ka duhet. Po mos paqim gjallë kemi të vdekur njerëz të mirë nga vendi jonë, njerëz nga hoxhallar, nga agjiler, nga xhamat, nga besimtarët, burra e gra të mirë, devotshëm, që lanë gjurmë pashlyeshme në jetën tonë. A thu vallë, lakmojmë të jemi sikur sa ata, guximtar, trima, dordhënës, bujar, kontributënës, ndërtues të vendit, të shtetit, të kështu me radhë, a lakmojmë të jemi sikur sa ata, apo i kemi harruar ata shembuj, i kujtojmë situata caktuara dhe përvjetore, e pastaj jetën e udhëheqim dhe orientojmë pastaj me modele tjera, jo me modelet që realisht na ndihmuan me lejen e Allah xhallahu ala dhe kontribuan e u sakrifikuan që sot ne jemi të lirë, të jemi ashtu sikurse e gëzojmë këtë mirësi të këtij veni. Allah na ndihmoftë, na ruajt.